Mirëmbrëma Zhelina ime. Mirëmbrëma do t'i përmend gjithë fshatrat një nga një se kanë bërë durim. Kishim të respektuar këtu misafir dhe ju falënderit nga zemra që keni bërë kaq shumë durim, për arsye se gjithë këta na kanë nderuar me prezencë dhe duke përçuar mesazhin e të ardhmes, mesazhin e fitoreve, por cilave fitore? Fitoreve tuaja. Për arsye se nuk fiton kryetari komunës të dashur pranishëm, fitoni ju, fitojnë vendbanimet. A e kemi këtu, njerë do të nis nga Pallatica, a e kemi Pallaticën këtu? A e kemi këtu Lërcën? A e kemi këtu Sallarevën, Merovën, Roglen, Novosellën, Grupçinin, Çiflikin, Dëbërcën, Cerovën? A e kemi këtu Stremnicën? A e kemi këtu Pallaticën, Treboshin, Leshnicën, Uzurmishtin dhe Zhelinën? Të dashur pranishëm, unë në fillim normalisht do dua t'i përshëndes pranishmin për arsye se na kanë nderuar liderët e vlen, ministrat e nderuar që i kemi prezent sot këtu, liderët e vlen edhe të Arbërisë kuptohet, për arsye se na janë shtuar deputetët. Normalisht do të nis nga Latifi për arsye se është kryetari i shtabit lokal, nga deputeti jon i nderuar i zonës dhe shefi i shtabit të përgjithshëm këtyre zgjedhjeve lokale, Adnan Azizit, duke respektuar barcin e listës Ruhin me gjithë listën që e kemi lista e kemi emruar dhe përkurorzuar lista e fitores, bashkë me ekipin tim, stafin e komunës dhe gjithë pranishmit nga do që vini dhe që son të jeni këtu prezent në Zhelin. Kur nisëm fillimisht në Zhelin të punojmë ditëve të para, e mba mend me stafin na thoshin gjithë kryetar, cili do jetë vizioni jo, çfarë do të bëjmë ne, çfarë do të bëjmë të ardhmen për këtë komunë. Unë ju thoja vetëm një gjë, unë nuk e di të ardhmen shumë mirë, shumë qartë, e di veç Zoti i Madh, po e di një gjë që nuk do gabojmë kurrë. Ne duhet të shërbejmë pandalur dhe të punojmë pandalur. Nëse punojmë pandalur dhe nëse shërbejmë pandalur, do ta gjejmë rrugën e vërtet. Dhe Zhelina e ka gjetë rrugën e vërtet dhe për atë arsye sot është gjithë ky transformim që e shihni dhe që es duke përpara. A e dini ju se ne kemi ndryshuar edhe nivelin e pyetjeve? Më parë thoshin, a thu val do të bëhet, tani thuan kur do bëhet. E kemi ndryshuar se e din sakt edhe ata të Akit se do ta bëjmë, vetëm thuan kur do ta bëjmë. E din edhe ata. Ata lere se e din këtë, ata e din edhe se do fitojmë, por nuk e din sa do fitojmë. Por nuk ka edhe shumë gjatë kohë. Me 19 do t'ju tregojmë sa do fitojmë, edhe pse unë e di prafërsisht, por ajo që jo mesazh, ajo që dua që edhe nga liderët e vlen të jetë mesazh për të ardhmen, të dashur pranishëm, kryetar Bilal Kasami dhe gjithë liderët e vlen me gjithë ministrat. Zhelina duhet trajtohet pak më ndryshe dhe ju tjerë të ma bani halal. Se Zhelina ka qenë komuna e parë që është shtypur nga zullumi. Ka qenë komuna e parë dhe ajo lulja që e përmendi, shkëndia e parë që e ka mbajtur në shpinë, gjitha sukses që sot ka ardhur një nga një dhe që kemi thënë nga këtu, do ta kaploj gjithë Maqedoninë. Dhe po zgjerohet, sa ajo lule nuk shuhet, është lule e popullit. Ajo lule është lule që po e fute më thella e mbien edhe më fuqishëm. Dhe Zhelina është ajo. Dhe pikrish nga këtu, nga Zhelina dhe nga këto zgjedhje, do ta shihni se kjo fitore do të zgjerohet ende më shumë dhe në çdo komunë. Dhe sa më shumë që ka zgjedhje, aq më shumë komuna do të fitojmë. Dhe këtë jeni të sigurt. A e dini pse? Sepse vetëm me punë do të arrijmë që të transformojmë atë që populli jonë ka dashur mbi 30 vite. Ne nuk bëjmë mrekulli. Ne kemi thënë, na jepni mundësinë, do ta shihni kush jemi ne. Jo kush jemi ne me diktatorship, jo kush jemi ne me përdhunim, apo me friksim, apo me presion nda qytetarit.
qytetari është partneri joni. Qytetari është ai të cilit ne kemi shërbi dhe do t'i shërbejmë. Për qytetarin e jemi këtu dhe për ata do t'jemi në vazhdimsi derisa kemi ne vullnetin tuaj. Dhe va themi një gjë tjetër, kur ta shifni se kemi devijuar, kur ta shifni se nuk punojmë, mos na votoni. Kur ta shifni se jemi ndalur, mos na votoni. Por për derisa punojmë, do na votoni për arsye se ju do fitoni. Nga zyrat që luhej basketbol, sot ndërtojmë bulevarde. Nga zyrat që na promovonin basketbolli si luhet në zyre, ne ju themi se ja si bëhen bulevardet, shkollat, tani do të nisin qerdhet e kështu me radhë. Një klub që e kemi dashur çdo herë, klubi Liria, që është themeluar që na ka bërë zemrën mal, po jo bëj me dije prej sot, se ata e dinë se do ta bëj. Ai klub do të ketë stadium ndër më të bukurit në këtë rajon. Dhe po ja jap fjalën pisonte. Dhe jo vetëm liderët nderuar të vlen, Zhelina duhet bëhet qytet. Dhe do ta ndihmojmë që Zhelina duhet bëhet qytet për arsye se Zhelina është mes dy kryeqendrave Shkupit dhe Tetovës dhe do të jetë qyteza më e bukur që e meriton, po para se të bëhet, unë e kam bërë infrastrukturën me ekipën që pastaj të shpallët zyrtarisht qytet. Këta njerëz këtu që janë prezent, këta e duan ndryshimin dhe të mirën. Edhe ju bëj ftesë edhe atyre të BDI-s që e kanë dashur ndryshimin, që e kanë dashur të mirën, le të na bashkangjiten se këtu është dera e madhe. Këtu është ky shtab. Do të jetë shtabi i shpresës dhe vlen është e ardhmja. Më mirë është ta kuptojnë më herët për arsye se goditja do jetë transformimit më e fuqishme. I ftojmë të gjithë në bashkangjiten për arsye se ju do të fitoni. Ju do të jeni në nivelin që e keni pritur si qytetar 30 vite. Dhe sot neve na akuzojnë pse po punojmë. A e keni parasysh unë për fara akuzohem? Unë akuzohem pse punoj. Unë akuzohem pse kam nis me projekte sot. A nuk thot askush se po pse s'jam bë ato deri sot. Unë akuzohem pse jam vënu një javë, jo 30 vjet. Unë akuzohem pse nuk kam nis javën tjetër, po kam nis këtë javë. Shifni çfarë niveli të qeverisjes kemi sjell këtu. Për një javë akuzohemi pse jemi vënu për një rrugë, jo 30 vite. Edhe ju a theme një gjë tjetër, nuk do vënohemi më as një javë. Zhelina do tjetë transformimi që nuk e keni parë ju. Bulevardi ka qenë vetëm fillimi. Mandati i ardhshëm do tjetë një mandat që do të ma lejoni ta bëj edhe unë një mandat në pushtet me partin time apo me partin time që quhet vlen, kuptohet. Që ju e quani koalicion, unë e quaj parti, se kjo është më parti. Partia që ky popull dhe ky shtet nuk e ka pa asnjëherë për arsye një arsye të madhe. E keni vënë re, vlen nuk merret me emocione. Vlen nuk bërtet, as nuk thot e kam prish Jugosllavin. Ama vlen kur e thot një fjalë dhe e bën vërtet. Dhe ata prej kësaj frigen, se këto thot menime e kanë. Këto thot nuk i hanë më ato forat e Jugoslavisë dhe të emocioneve që s'kan kuptim dhe që i kanë bë vllavrasje, që i kanë bë përçarje. Vlen është bashkues. Vlen është e ardhmja dhe vlen do të jetë e ardhmja e shqiptarëve të Maqedonisë, e ardhmja e politik bërjes edhe në pushtet lokal, edhe në pushtet qendror. Dhe me vlen do të fitoni ju, mbani mend këtë. Vlen jeni ju, edhe ata që kanë prit këtë ndryshim, ftoni le të bashkangjiten për arsye se edhe të ata ka një grup që janë të mirë dhe që nuk kanë pas mundësi që jepet mundësia e performimit apo e qeverisjes apo e ideve. Ftoni gjithë për arsye se vlen është bashkimi, vlen është e ardhmja. Faleminderit gjithëve edhe një herë.